Kush po e vdes sot ekonominë shqiptare? Përgjigjja kryesore është tek korrupsioni. Korrupsioni është sot duke mbytur fshatin, duke mbytur prodhimet shqip, korrupsioni është sot duke mbytur pjesën më të madhe të gjithë sektorëve që deri dje jepnin jetë ekonomisë. Le të marrim shembullin e bujqësisë për shembull, meqense është bërë temë prej rritjes çmimeve dhe prej rënies nga 20% në 16% të produktit brendshëm bruto. Çfarë ka ndodhur me bujqësinë? Sot fshatit e fermerëve shqiptarë i mungojnë 116 milionë euro të i-partit. I-parti u pezullua si rezultati një skeme korruptive. Po të hapni përfituesit e i-partit, shikoni që janë përfituesit e tenderave, që janë përfituesit e koncesioneve. I-partit i ndodhi korrupsioni, i ndodhi ajo skemë korruptive që është kthyer në sistem fatkeqësisht në Shqipëri. E sot i thon fermerit fshat në fshat, fermer në fermer, shko dhe merr kredi. Po pse duhet marrë fermeri kredi? Kur nuk ka treg, kur nuk ka mbështetje. Pse duhet marrë kredi ndërkohë që kishin dje fondet e i-partit dhe nuk i çuan tek fshati, nuk i çuan tek ferma? A ka sot fermer, biznesmen, fshatar të ndershëm? Po, patjetër ka. Ka pafund që punojnë nga mëngjesi në darkë që i hedhin produktet e tyre, po nuk arrisin dot t'ia dalin se nuk janë pjesë e këtij sistemit që ndan torta e pushtetit. Të sistem duhet luftojmë ne. Prandaj sot çmimet e fshatit janë të larta, e prandaj sot kur shkon në treg nuk gjen dot produkte shqiptare, nuk blen dot shqip prej korrupsionit. Si luftohet kjo? Kam shumë pak shpresë që këtë sistem që ka ngritur kjo majorancë socialiste do ta luftojë kjo majorancë socialiste. Ky sistem ndryshohet vetëm duke ndryshuar qeverisjen, vetëm duke i dhënë mundësi të gjithëve, vetëm duke hapur tregun, vetëm duke futur garën e konkurrencën në ekonomi, atë që pikërisht ka vrarë majoranca socialiste. Ky sistem hiqet vetëm duke luftuar korrupsionin.